Përplasja pas zgjedhore shpërtheu sot në Kuvend, ku opozita akuzoi mazhorancën për manipulim të votës së diasporës, ndërsa Partia Socialiste ironizoi publikisht humbjen e thellë të PD-s në 11 maj. Deputeti Flamur Noka, një nga zërat më të fortë të Berishës, deklaroi se mbi 500 qytetarë nga Selaniku kishin futur pajisje GPS në zarfe për të provuar se votat e tyre nuk mbërritën kurrë në Shqipëri. Kjo deklaratë shkaktoi reagim të menjëhershëm nga ministri i diasporës Taulant Balla, i cili ironizoi PD-n për serinë e humbjeve të njëpasnjëshme, duke thënë se dështimi është sukses në progres dhe se humbja i ka shtuar jetën demokratëve. Balla i kërkoi publikisht Nokës që t'i çojë mesazh Sali Berishës të largohet dhe të njohë Nenin Basha, një thumbim direkt ndaj ndarjes së opozitës dhe luftës së brendshme mes liderëve të saj. Ai përmendi me ironi se eurodeputetët kanë marrë një letër nga Berisha për të bllokuar integrimin e Shqipërisë. Në fund Balla deklaroi se opozita shpengi një mallkimi me emrin Sali Berisha, ndërsa Gazmend Bardhi dhe Noka tentuan replikën, por pa arritur të ndryshojnë narrativën e ditës. Një opozitë e mundur, e përçarë dhe e sulmuar edhe me humor nga mazhoranca. Një ngjarje e rëndë ka goditur sot strukturat e sigurisë në Shqipëri. Gentian Lelçaj, 47 vjeç, efektiv i Gardës së Republikës, është gjetur i pajet brenda automjetit të tij në garazhin e banesës në Tiranë. Dyshohet se ai ka ndërruar jetë si pasojë e një vetvrasjeje, duke përdorur armën e shërbimit. Sipas të dhënave paraprake, Lelçaj kishte shërbyer për vite me radhë në Gardë dhe nuk rezulton të ketë pasur probleme të njohura me drejtësinë apo me shërbimin. Familjarët e tij kanë njoftuar policinë pas orëve të gjata pa kontakt, ndërsa autoritetet e kanë gjetur trupin në vendngjarje, ku dyshimet kryesore janë se akti është kryer në kushte të rënduara psikologjike. Kjo ngjarje ka ngritur pikpyetje të forta mbi gjendjen emocionale dhe presionin e padukshëm që ndjejnë punonjësit e strukturave të sigurisë në vend. Mungesa e mbështetjes psikologjike e kombinuar me heshtjen institucionale shpeshherë çon në tragjedi të tilla që mbeten të pashpjeguara. Ndërkohë, policia gjyqësore dhe prokuroria kanë nisur hetimet për të zbardhur me saktësi motivet e kësaj ngjarjeje, që ka tronditur institucionin e Gardës dhe opinionin publik shqiptar. Vetvrasja e Gentian Lelçajt, efektivit të Gardës së Republikës që u qullua me armën e shërbimit në makinën e tij, nuk është një rast i izoluar. Është viktima e katërt brenda 7 viteve në këtë strukturë, që nga viti 2018, 4 gardistë janë vetë vrarë në rrethana të ngjashme, të gjithë burra në moshë aktive, në detyrë, me akses në armë dhe pa asnjë mbështetje psikologjike. Rasti më i hershëm është ai i Shkëlzen Çordjes, shoferi i ish-ministrit Fatmir Xhafaj, i cili u gjet me një plumb në kokë në garazhin e Gardës. Më pas Ariol Mançe, 30 vjeç nga Përmeti, vrau veten pas një personale. E treta ishte tragjedia e Henry Haxhirajt, vëllai i këngëtares Sheila Haxhiraj, i cili vuante nga depresioni dhe u vetqellua në shtëpi. Përveç tyre, rasti i Alket Arapajt, që vrau bashkëshorten dhe më pas tentoi vetvrasjen në qeli, si dhe vetplagosja aksidentale e një 28 vjeçari në ambientet e KQZ-s. Flasin për një krizë të thellë në sistemin e Gardës. Efektivët janë të armatosur, të ekspozuar ndaj stresit të lartë dhe krejtësisht të pambrojtur psikologjikisht. Një tjetër skandal financiar ka dalë në dritë nga dosja e SPAK, që rëndon mbi Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin. Sipas hetimeve, çifti ka shpenzuar 98.000 euro për trajtime luksi në klinika të huaja, të cilat nuk janë deklaruar në ILDKPI. Në periudhën 2013-2023, Meta dhe Kryemadhi kanë frekuentuar qendrën e detoksifikimit Lanzerhof në Austri, ku janë kryer trajtime për dobësim dhe shkrirje yndyre. Pagesat janë bërë përmes transfertave bankare, por nuk janë pasqyruar në deklaratat e pasurisë. Ndërkohë, një kallëzim penal i mëparshëm ka zbuluar se Monika Kryemadhi ka shpenzuar 287.000 euro në klinikën Domus Medica në San Marino për ndërhyrje estetike në fytyrë. Këto shpenzime janë kryer përmes një kompanie offshore dhe janë deklaruar në ILDKPI. SPAK i konsideron këto veprime si pjesë e një skeme më të gjerë të pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë, duke ngritur akuza për korrupsion dhe pastrim parash ndaj çiftit Meta Kryemadhi. Betejë për mandatin e 14 në qarkun e Tiranës ka hyrë në një fazë të re. Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve KAS ka vendosur të rinumërojë të gjitha 1282 kutitë e votimit në këtë qark, pas kërkesës së Partisë Demokratike, e cila pretendon se kandidati i saj, Ilir Ali Mehmeti, ka humbur mandatin për një diferencë minimale votash. PD argumenton se ekzistojnë mospërputhje midis votave të lexuara në ekran dhe të dhënave të pasqyruara në proces verbale të përfundimtare të tabelimit. Përfaqësuesi ligjor i PD-s, Franci Nuri, ka deklaruar se janë rreth 17 deri në 18.000 fletë të pavlefshme që duhet të shqyrtohen me kujdes, pasi mandati është në balans me një diferencë shumë më të ngushtë votash. Ky zhvillim ka shtuar tensionet politike pasi rezultati përfundimtar në Tiranë mund të ndikojë në përbërjen e kuvendit dhe balancat politike në vend. Procesi i rinumërimit pritet të nisë së shpejti, ndërsa palët politike kanë të drejtën të caktojnë vëzhguesit e tyre për të monitoruar këtë proces.
Një tjetër seancë parlamentare u shndërrua në skenë akuzash të rënda dhe përplasjesh verbale. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi deklaroi se është kërcënuar nga banda e xhabaftëve gjatë fushatës në Vorë, duke akuzuar Partinë Socialiste për përdorim të grupeve kriminale për të frikësuar votuesit. Asnjë qytetar i Vorës nuk votoi lirë për shkak të bandave që socialistët kishin vendosur atje, u shpreh Vokshi në kuvend. Ajo theksoi se kërcënimet dhe presionet ndaj saj dhe qytetarëve janë pjesë e një strategjie të PS-s për të manipuluar zgjedhjet. Në replikë, Elisa Spiropali mohoi akuzat, duke i cilësuar si të pabaza dhe pjesë e një fushate shpifjesh nga opozita. Ajo akuzoi PD-n për përhapje të panikut dhe përpjekje për të delegitimuar procesin zgjedhor. Kjo përplasje e ashpër në kuvend pasqyron tensionet e thella politike dhe akuzat serioze për ndërhyrje të grupeve kriminale në proceset zgjedhore. Heqjen e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara nga Ministria e Brendshme dhe kalimin e saj në vartësinë e Ministrisë së Ekonomisë, Edi Rama e paraqiti si masë kundër korrupsionit, por realisht ai ja hoqi atë çakajve të Ministrisë së Brendshme dhe prej 1 marsit 2024, tenderat e posaçëm i kaluan te ministri i tij preferuar Blendi Gonxha, i cili mori dorë të lirë mbi një burim të ri për vjedhjen e fondeve publike. Një prej këtyre tenderëve është ai i pastrimit të plazheve në 6 bashki, ndarë në 2 lote. Loti i parë 260.000 euro për Shkodrën, i dha punën Alco Impex Construction. Loti i dytë me vlerë 1.04 milion euro për Durrësin, Kavajën, Rrogozhinën, Divjakën dhe Fierin shkoi për fusha SHPK. Formalisht kompanitë kanë fituar sipas rregullit, por Gonxha përmes agjencisë që kontrollon ka zhvilluar një proces jashtë kompetencës së ministrisë që drejton. Së pari sepse bashkitë kanë ndërmarrje pastrimi që duan ta kryejnë vetë këtë shërbim. Së dyti sepse pjesa më e madhe e Bregdetit është dhënë me kontratë privatëve, të cilët janë të detyruar të pastrojnë vetë hapësirat që shfrytëzojnë. Tenderi i Gonxhës përbën një rast të pastër abuzimi me fondet publike, një skemë e qëllimshme për përfitime politike dhe financiare, e zbatuar përmes procedurave fiktive dhe shërbimeve të panevojshme. SPAK-u, prokuroritë e rrethave dhe gjykatat zhvillojnë konferenca e seminare dhe garantojnë agjencitë partnere të SBA-BE se po bëjnë namin me sekuestro, konfiskim të pasurive të eksponentëve dhe grupeve kriminale. Një nga këto goditjet e forta të pasurive të krimit është bërë publike në datën 2 qershor 2025 në buletinin e prokurimeve publike nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e Konfiskuara, që është në vartësi të Ministrisë së Brendshme. Sipas njoftimit, drejtësia ka vendosur e ka urdhëruar konfiskimin e 56 deleve të racës franceze Lacon, të cilat Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e Konfiskuara, pasi i kanë mbajtur 5 muaj në kullote në ruajtje me shpenzimet e shtetit, i kanë nxjerrë në shitje me ankand. Konfiskimi dhe shitja e 56 deleve të krimit, me vlerë totale 6.552 euro në favor të buxhetit të shtetit, është një ndër 15 goditjet më të forta të pasurive të krimit, bërë gjatë viteve 2023-2025. Faktikisht, SPAK dhe prokuroritë e rrethave kanë sekuestruar shumë pasuri me vlera të mëdha financiare, mes tyre pallate, apartamente, makina luksoze, dyqane, toka, troje, hotele, restorante, vila, magazina, kompani, resorte, anije, skafe e të tjerë, të provuara që janë me burime nga aktivitetet kriminale. Absurdi është këtu, drejtësia sekuestron, konfiskon e nxjerr në shitje 56 dele, ndërsa 910 pasuri të krimit të organizuar, me vlerë totale 320 milion euro, që janë sekuestruar prej vitesh, nuk po i konfiskon e t'ia kaloj shtetit, por i mban në administrim me punonjës të shtetit, dhe të ardhurat i marrin kriminalet, madje edhe ato pasuri që janë shitur. Shumica janë ribler prej tyre me çmime 30 deri në 50% më pak se vlerat reale, nëpërmjet ankandeve fiktive me blerës të përdorur prej tyre. Vijon në GKKO dëshmia të pandeurit të drejtësisë Erion Alibej, një nga figurat kyçe të dosjes Plumbi i Art. Në rrëfimin e tij, Alibej ka treguar përpjekjet për të zbuluar se kush qëndronte pas vrasjes së vëllait të tij Endritit dhe përplasjen e hapur që ka pasur me njerëz të lidhur me grupet kriminale në Elbasan. Sipas dëshmisë, pas kthimit të fshehtë në Shqipëri nga Rotterdami, Alibej ftoi Gen Stafilin dhe Dorian Dulin në apartamentin e tij, ku këta dy individ rrëfyen se Talo Çela bashkë me 2 mirëditor kishin kërkuar takimin me Dulin. Kjo e shtyu Alibejn të kërkonte takim me Kamer Mehjen përmes Suel Çelës, por sipas tij Sueli i tha, Kameri nuk vjen, janë afër katundarët, referuar klanit të Çapjave, dhe i sugjeroi që të takoheshin të tregu. Për të mos treguar dobësi, Alibej pranoi në errësirë bashkë me kushuririn Andi Zylyfi, shkoi në treg, ku gjeti Kamer Mehjen dhe Mario Çelën. Atë ja plasi drejt. Ishte e nevojshme të hidhje fishek zjarre atë ditë që më vranë familjarët. Sipas Alibejt, Kameru u betua se nuk njihte fare Endritin dhe se nuk kishte lidhje me ngjarjen, por për të gjithçka kishte nisur nga intrigat e dy njerëzve që veti kishin ftuar, Tafili dhe Duli.
Në seancën e fundit të GKK-s për dosjen plumbiar, Erion Alibej ka dhënë një dëshmi tronditse, duke akuzuar shtetin për neglizhencë të thellë ndaj vrasjeve të njëpasnjëshme në familjen e tij. Ne kishim marrë një herë në 6 muaj në shtëpi, deklaroi Alibej, duke theksuar se pavarësisht informacioneve të shumta që kishte dorëzuar në polici, autoritetet nuk ndërmorën asnjë veprim për të ndaluar ekzekutorët. Ai rrëfeu se kishte mbledhur të dhëna të detajuara për lëvizjet e grupeve kriminale, duke përdorur sistemin Teams dhe kontakte të ndryshme, por shteti nuk reagoi. Ekzekutorët shkonin deri tek fëmijët në shkollë, deri te nëna kur shkonte në Varreza. Është bërë zero veprim nga shteti. U është lënë hapësirë grupeve të ekzekutorëve, shtoi ai. Alibej përmendi edhe ndërhyrjet politike dhe mbështetjen që sipas tij grupet kriminale në Elbasan kishin në institucionet e rendit, duke theksuar se kishte humbur besimin tek drejtësia në qytetin e tij. E kanë bërë vetë hetuesin, prokurorin, gjyqtarin, i kanë vënë në dispozicion drejtësisë të gjitha informacionet e mia, përfundoi Alibej. Disa orë pas bisedës telefonike e cila u zhvillua mes presidentit Donald Trump dhe presidentit Vladimir Putin, Rusia sulmoi Ukrainën. Të paktën 5 persona përfshirë edhe një fëmijë u vranë në një sulm me dron rus në qytetin verior Ukrainas Pruluki gjatë natës. 6 persona të tjerë u plagosën dhe u çuan me urgjencë në spital. Orë më vonë 17 persona mbetën të plagosur në një sulm me dron rus në qytetin lindor të Ukrainës Kharkiv, mes tyre një fëmijë dhe një grua shtatzën. Kujtojmë se Trump dhe Putin zhvilluan ditën e djeshme një bisedë telefonike, e cila zgjati 1 orë e 15 minuta. Sulmet e fundit me dron të Ukrainës ndaj bazave ruse ishin fokusi kryesor i bisedës. Sipas kreut të shtëpisë së bardhë, Putin shpreu vendosmërinë për t'u përgjigjur fort sulmit të Ukrainës, gjë të cilën e vuri në zbatim që në orët e para të mëngjesit të kësaj të entjeje, ndërkohë që ishte Ukraina ajo e cila 3 ditë më parë i shkatërroi Rusisë më shumë se 40 avion bombardues. Mes dy liderëve u diskutua edhe për programin bërthamor të Iranit, teksa Trump theksoi se koha po mbaron për Teheranin. Giovanni Brusca, njeriu që shtypi butonin e vdekjes Capaci më 23 maj 1992, duke vrarë gjykatësin legjendar Giovanni Falcone, bashkëshorten Francesca Marvillo dhe 3 truplojat e tij, është sot një njeri i lirë ligjërisht, por kurse moralisht. Pas 25 vitesh burg dhe 4 vitesh të tjera në mbikëqyrje, kasapi i Cosa Nostras, bosi San Giuseppe Gjatos dhe përgjegjës për më shumë se 100 vrasje, shumë prej tyre me mënyra makabre, mbyll formalisht kapitullin e tij penal, por ai nuk mbyll dot kapitullin e tij me Italinë. Bashkëpunimi i Bruscas me drejtësinë ndihmoi në zbërthimin e strukturave të errëta të mafjes siciliane, por gjithnjë ka ngjallur dyshime. A ishte kjo një pendesë sinqert, një përpjekje për të shpëtuar veten, apo një pazar i ftohtë për të shpëtuar burgimin të përjetshëm? Familjet e viktimave që nuk kanë marrë kurrë drejtësi të plotë për jetët e shkatruara, e kanë quajtur këtë liri një fyerje të dytë. Për ta Brusca do të mbetet përjetësisht fytyra e pabese Cosa Nostras, simboli i një Italie që flet për drejtësi, por që shpesh harron të pyes, drejtësi për kë? Lirimi i tij në vitin 2021 ndezi polemika në të gjithë vendin, sot medaljen përfundimtare nga kontrolli i shtetit. Ai shëtit si qytetar i lirë në një vend që e kujton Falconen me bulevarde, memoriale e slogane, por që se ka zhdukur ende hijen e mafjes nga rrënjët e saj. Disa orë përpara takimit të kancelarit gjerman Friedrich Merz me presidentin Trump, ministri i jashtëm Johann Wadepool deklaroi se marrëdhëniet që BA Gjermani ndodhen në një fazë të stuhishme. Ai foli për një ton më të ashpër se kurrë në diplomacinë amerikane dhe një krizë besimi mes dy vendeve. Wadepool përmendi ndërhyrjet e SBA-s në politikën e brendshme të Europës dhe përpjekjet për të ndikuar në favor të partive të caktuara, ndërkohë që theksoi se Gjermania duhet të përqendrohet në interesat e saj, mbrojtje, ekonomi dhe liritë themelore. Zëdhënësi i qeverisë Stefan Cornelius tha se Merz është i përgatitur dhe pret një takim të qetë me Trump, ndryshe nga tensionet shoqëruar me takimet e fundit të presidentit amerikan me liderët e Ukrainës dhe Afrikës së Jugut. Palët do të përpiqen të rivendosin një marrëdhënie konstruktive mes dy fuqive kryesore të Perëndimit, me fokus të siguria, ekonomia dhe Ukraina. Besimtarët musliman në Shqipëri dhe në mbar botën festojnë Kurban Bayramin, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit islam. Me këtë rast, kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu, ka përcjell një mesazh urimi për të gjithë besimtarët dhe qytetarët. Në fjalët e tij, Spahiu uroi që kjo ditë e shenjtë të sjellë më shumë dashuri, solidaritet dhe mirësi mes njerëzve. Ai theksoi se Kurban Bayrami nuk është vetëm një akt simbolik flijimi, por një moment reflektimi për vlerat njerëzore dhe për kushtimin ndaj Zotit. Zoti udhëzoft njerëzimin drejt paqes dhe mëshirës, u shpreh kreu i KMSH-s, duke i ftuar qytetarët të jenë më afër njëri tjetrit, të ndihmojnë të varfrit dhe të lartësojnë vlerat e bashkëjetesës dhe mirëkuptimit në shoqëri. Kurban Bayrami kremtohet në një klim globale sfidash, por gjithmonë mbetet një ditë që fton për më shumë reflektim, falje dhe vepra të mira.
Tirana do të jetë e blinduar më 7 qershor, ditën kur Shqipëria përballet me Serbinë në Air Albania. Përballja e ngarkuar historikisht me tension ka detyruar autoritetet të vendosin masa të jashtëzakonshme sigurie. Në terren do të jenë rreth 2000 forca të sigurisë, përfshirë ENEA-n, FNSH-n, antiterrorin dhe shërbimin informativ shtetëror. Për herë të parë në një ndeshje futbolli do të përdoren pajisje speciale kundër dronëve, ndërhyrje ajrore dhe kamera me teknologji njohje të fytyrës, të vendosura në çdo segment për rreth stadiumit. Masat përfshin bllokim total të zonës së stadiumit, kontrolle kufitare të shtuara për individët me precedent ekstremist, skanime të hollësishme të biletave dhe dokumenteve, si dhe monitorim nga qendra operacioneve në kohë reale. Burime nga SHISH dhe policia e shtetit bëjnë me dije se plani i sigurisë është më i rrepti i dekadës, pas sinjaleve të ardhura për mundësi provokimesh gjatë ndeshjes. Organizatorët dhe autoritetet kërkojnë bashkëpunim maksimal nga qytetarët dhe tifozët për të shmangur çdo incident dhe për ta kryer ndeshjen me një festë sportive, jo në një tjetër faqe të zezë në historinë e marrëdhënieve Shqipëri-Serbi.